Tha një burr në historinë e kishës që kishte këtë dhuratë dhe quhej Smith i Glesort, ai ka ringjallur 7 persona. Nuk ka askën tjetër në historinë e shekullit të 20, le të themi nga 20-tat e tutje, që ka ringjallur 7 persona. Mendoni që gruaja e tij, besoj se quhej Polly, në një moment vdiq, ai e ringjalli, vdiq përsëri, ai e ringjalli, vdiq dhe Zoti i tha, lëre të shkojnë në rregull. Fuqizoni vitin 2025, vitin e trajnimit dhe fuqizimit shpirtëror. Ata që ishin atje këtë mëngjes e dinë se folën për dhuratat të zbulesës. Kush kujton? Të gjithë të zgjuarit thonë amen. Hajde, dikush është zgjuar. Në rregull, pra folëm pak rreth asaj se si fryma e shenjtë e krijon këtë. Përshtypje në zemrat tona dhe që do të na flas përmes vegimeve, do të na flas përmes një përshtypjeje, një dëshmie të brendshme. Dhe shumë herë ne do të jemi si tërhequr ose ndonjëherë do ta ndjejmë, si në rastin e dhuratave të fuqisë, edhe në trupin ton, pra është një mënyrë e Zotit për të komunikuar me ne. Dhe kemi thënë, nëse nuk e ndjekur, mund të ndjekësh sepse gjithçka është fonline, që nga dje po flasim për 3 kategoritë e dhuratave të frymës së shenjtë. Le të rikujtojmë pak me ekipin e medias, pra cilat janë dhuratat e fjalës. Jo të fjalës. Profeci, larmi gjuhësh. Dhe interpretim. Për të studiuar duhet të përqendrohesh sepse janë të ngjashme. Për shembull, larshmëria e gjuhëve bashkë me interpretimin përputhet me profecinë. Gematia na dha një shembull shumë të bukur, sepse tregoi këtë harf ku kishte 2 rrugë të ndryshme që të çonin në të njëjtin vend. Shumë i këndshëm si mënyrë shprehjeje. Pra janë të ngjashme, prandaj studiohen. E njëjta gjë vlen edhe për dhuratat e zbulimit. Dhuratat e zbulimit janë. Tani mund të thuash, fjala e njohurisë, fjala e urtësisë dhe dallimi i shpirtrave. Janë gjithmonë në fushën e zbulimit të mbinatyrshëm dhe pra janë aty dhe kemi thënë, për ata që nuk ishin, se fjala sepse është mjetësopës e urtësisë së Zotit, mjetësopës e njohurisë së Tij. Dhe që njohuria fitohet duke studiuar e kështu me radhë, ndërsa urtësia, nëse ne i kërkojnë Zotit, ai ja jep kujto që ja kërkon dhe kjo thuhet aty te Jakobi, kështu që mund të jesh një person shumë i urtë, mjafton t'ja kërkosh Zotit. Do të ishte shumë bukur të fillonim t'i kërkonim Zotit pak urtësi, sepse ka shumë njerëz që vërtet nuk kuptohet çfarë thonë dhe pse e bëjnë, apo jo. Ka njerëz që vërtet thua, po pse? Jam pa asnjë ide se çfarë po bëjnë, çfarë po thonë. Kush ka parë apo ka jetuar ndonjëherë me njerëz që janë krejt jashtë vendit? Sot përdoret të thuhet inteligjencë sociale. E di kur vjen ai person, pindoshta apo ungjillizon, dhe ai të shkatëron gjithë ungjillizimin që po bën, i ndoshta me delikatesë, apo jo. Përpiqesh të arrish, por mjafton. Do të ishte shumë bukur, ashtu siç Zoti i jep kujt që ja kërkon. Sot do të përfitojmë për t'i thënë, Zot, na jep pak mençuri, të lutem. Amin. Atëherë, sot do të flasim dhe nuk do të zgjas shumë, sepse dua që të lutemi, duam të aktivizojmë secilin prej nesh dhuratat e fuqisë. Atëherë, cilat janë 3 dhuratat e fuqisë? Besimi, shërimi dhe mrekullit perfekt. Atëherë, le të fillojmë me mrekullit.
Ndërkohë që të mund të lutemi për ringjalljen e një personi, duhet të jenë në veprim të 3 dhuratat e fuqisë. Thuani si 3 dhuratat e fuqisë: mrekullit, besimi dhe shërimi, sepse imagjinojmë ringjalljen e të vdekurit. Së pari, duhet të kem një besim të mbinatyrshëm vetëm që të shkoj të lutem. Edhe vetëm për lutjen për të vdekurin, tashmë duhet një besim që nuk është thjesht besimi i besimtarit. E di që Jezusi ekziston, jam rilindur, e di që Zoti ekziston, e di që ai mundet, unë deklaroj, unë besoj në fjalën e tij. Ky është besim dhe ne mundemi me besim shumë kush ka marrë ringjalljen e të vdekurve të tyre, do të thotë që unë mund të besoj, të qëndroj i palkundur në atë që Zoti thotë, por besimi që përmendet këtu si dhuratë, sepse besimi i përgjithshëm rritet ndërsa lexojmë fjalën e Zotit. Besimi vjen nga dëgjimi dhe dëgjimi i fjalës së Zotit. Jemi dakord? Pra, sa më shumë që dëgjoj fjalën e Zotit, e vë në praktik, është si një muskull që rritet, por dhurata e besimit, pikërisht sepse është një dhuratë dhe dhuratat janë dhurata, nuk varet nga ushtrimi im, nga besimi, nga deklarata ime, as nga qëndrimi i palëkundur. Unë mbushem me një besim mbinjerëzor që nuk është i imi. Disa i quajnë besimi i Zotit, pra është një investim. Mua më ka ndodhur një herë në një mënyrë të veçantë, mendoj disa herë, por në një mënyrë që e mbaj mend, në kuptimin që ne mund të kemi kur ti ke një dhunti, kjo është më e shpeshtë në jetën tënde, por kjo nuk do të thotë që ti nuk mundesh. Në një moment të veçantë që Zoti të mos mundet për atë moment, për atë rrethan, të jap atë dhunti. Por kur unë them që ajo person ka dhunti i shërimi, do të thotë që shpesh ndodhin shërime përmes asaj personi. Por kjo nuk do të thotë, Bibla thotë, të vini duart e sëmurëve dhe ata do të shërohen. Ne duhet të ushtrojmë besimin, por kur shpesh ajo person ka gjithmonë fjalë njohurie, do të thotë që ajo ka atë dhunti, por kjo nuk e përjashton që Shpirti i Shenjtë për një moment të caktuar të përdor ty në atë fushë. Por nëse nuk ndodh shpesh, nuk mund të them që kam atë dhunti, por mund të them që Zoti më ka përdorur një herë me atë dhunti. Dhe unë e mbaj mend kur ishte një djalë që ishte me ne këtu në kish. Ky djalë ishte brazilian, ishte i fejuar me një vajzë dhe i thanë që kjo vajzë tani nuk më kujtohet saktësisht, por kishte një sëmundje që e kishte kapur dhe ajo asgjë. Po vdiste fjalë për fjalë. I kishin thënë djalit të telefononte nënën e tij, të mendonte tashmë për trupin, të shite se ku do ta varrosnin, pra spitali i kishte thënë, tash çështje ditësh dhe ajo do të vdes. Dhe ai na e tha, shiko, po vdes. Në kuptimin që nuk besoj se mjeku të thotë të blesh varrin ashtu kot kujto, jo. Do të thotë është çështje ditësh, përgatituni, vajza nuk do të mbjetoj. Ajo është vetëm e lidhur me makinerit, me ushqim artificial, e dini si funksionon, apo jo. Dhe kështu ne po luteshim për këtë vajzë. Në atë kohë ishin kasetat, ju kujtohet koha e Abrahamit? Ja, ajo kohë e kasetave. Dhe ne kishim vendosur, kishim atë të bërë si ajo e para nga sonës, ku ishte Doro Adorarti, pra vetëm ata që kishin si miq njerëzit e shpellave e mbajnë mend, apo jo, që ishte Doro Adorarti, dhe ne kishim vendosur një alkman, e dini çfarë ishte? Një gjë që shumë nuk e din, ku dëgjoj muzika, po e them për të rinj, mund të shkoni dhe të pyesni çfarë ishte një alkman dhe do t'ju jap një shpjegim më të detajuar për këtë gjë që përdori. Por Abrahami dëgjonte muzikë. Atëherë ne kishim vendosur në vesh, sepse dikush na kishte thënë, mbusheni me besim, me lavdërim, dhe kishte ardhur një zotëri nga Teksasi që na tha, nuk më kujtohet nëse ishte djali apo vajza, që ishte gati të vdiste. Ata duke i vendosur muzikën në vesh, personi u rikthye në jetë tek ne.
Sigurisht, nëse funksionoj atje, do të funksionoj edhe këtu. Dhe kështu vendosëm muzikën, por nuk po funksionante. Vajza vazhdonte të vdiste me muzikën. Ne po luteshim me gjithatë, luteshim dhe kishim besim se Zoti mund ta bënte këtë. Por vjen një moment, isha në shtëpinë time, kur unë u përfshiva nda një besim mbi njerëzor. Më duket se ishte Mara Isa, më kishte shoqëruar pastorja Mara. Ku ishte? E po, diku aty afër. Dhe unë them, hajde shkojmë në spital tani, sepse ajo do të shërohet. Pra, unë besoja se mund të shëroj, por atë ditë nuk isha vetvetja, kështu që nuk ka ndonjë merit për dhuratën e besimit. Sepse përfshihesh nga një besim mbi njerëzor. Dhe them, hajde të shkojmë, unë si mund të hyj sepse jam ministër kulti, shkoj dhe ishte aty të neguarda, besoj dhe më thonë, jo, as ti nuk mund të hysh, sepse ajo ishte të sëmundjet infektive dhe nuk lejoj të hyje sepse rrezikoi vetë vajza. Atëherë i kërkoj personit që ishte aty infermierit të informohej, ju lutem, çfarë duhet të ndodhte që vajza të kthehej në jetë dhe më thot, ka veshkat plotësisht të bllokuara. Nuk funksionojnë veshkat, për këtë po vdes. Për këtë pas pak do të vdes dhe i them, pra më thot, veshkat duhet të fillojnë të funksionojnë përsëri. Nëse fillojnë të funksionojnë, ajo do të kthehet në jetë. Dhe ne ishim aty përpara, rreth orës 1:30, 2 të mëngjesit, duke i komanduar veshkave të saj, por jo thjesht duke shpresuar, por duke komanduar me një bindje të plotë që veshkat e saj do të fillonin të funksiononin përsëri. Ishte ora 1:30 e natës, pra, për të dalë nga shtëpia në 1:30 të natës, sepse dikush mund të thotë, do të shkoj nesër në mëngjes, do të thotë që je prekur nga diçka që nuk je ti, duhet të shkosh tani dhe e dija pse e dija. Dola nga shtëpia duke thënë kjo do të shërohet, ajo do të shërohet sot. Nuk isha unë, pra asnjë merit. Gjithsesi, shkoj atje dhe besoj se Zoti në atë moment më ka mbushur me këtë besim të mbinatyrshëm, sepse ai përdor njerëz, thoni si Zoti përdor njerëz dhe kështu ai donte të përdorte njerëz. Unë zakonisht i quaj papagall, më pyesin për shërbesën time, them ajo e papagauit që përsëris atë që thot Zoti dhe Zoti përdor njerëz. Dhe në atë moment më gjeti mua të gatshme dhe pa dyshim që isha e lumtur sepse kur nuk kisha qenë e mbushur me një besim të atij niveli. Ku mund të më rrihnin, të më vrisnin, unë e dija që ergoja arrin atë navë. Gjithsesi, shkoj atje, nuk më lejojnë të hyj, lutem. Kthehem në shtëpi duke thënë kam bindur, kam bërë, jam e bindur. Por nuk e dija nëse ishte nesër, pas një muaji, isha thjesht e bindur. Kthehem në shtëpi dhe marr një telefonat nga një djalë i cili thotë se ajo u kthye në jetë. Ajo u kthye në jetë dhe ai pyet dhe unë them, çfarë ndodhi? Veshkat e saj u rikthyen në funksion të plot dhe ajo u rikthye në jetë. Amin. Dhurat besimi. Pastor, a e ke gjithmonë këtë? Jo, unë e kisha këtë nivel në atë kohë. Por unë eksperimentova dhe thash që ekziston. Jo, sepse njëri thot se e di që mund të ndodhë. Dhe e mbaj mend ende sot ishim në Viale Liguria, ku ishin si kish, ku vajza thot më pas, epo. Ka qenë për një kohë të gjatë si një lloj kufome sepse ushqej vetëm në mënyrë artificiale dhe ajo vjen dhe i them hajde edhe pas lavdërimit sepse nuk mund të ecte shumë, e dini, shumë kohë e shtrirë kështu me radhë dhe i them hajde. Kështu që lavdërimi kishte mbaruar, unë këtë do ta mbaj mend gjithmonë. E keni parasysh? Al King Dead, ajo hyn nga dera, unë isha këtu dhe filloj të shoh, kishte syt ashtu, si të zinj, duke i vërtet si e vdekur që ecte dhe hyn, unë shoh këtë person që duket i vdekur që po ecën kështu dhe shpirti i shenjtë më thot qartë, thot, ky është Zoti në të cilin ke besuar.
Dhe isha aq i emocionuar sa thash që kjo është një grua e vdekur që ecën. Dua të them që Zoti e ringjalli atë në të vërtetë, e ringjalli fjalë për fjalë, besim mbi natyror. Amin. Kush ka dëgjuar ndonjëherë për pastori Jon Giço? Sot ai nuk është më me ne. Dikur ishte pastori i kishës më të madhe në botë, por sot nuk është më i tillë. Ai tregon, ndoshta kush ka lexuar tashmë disa nga librat e tij e di, por un kam qenë në një konferencë me të dhe ai tregonte këtë histori. Ata ishin ende të vegjël, para se të bëheshin një kishë gjigante dhe ai kishte lutur për disa njerëz. Këta njerëz ishin shëruar, por jo raste të rënda, ndoshta e di, si për shembull. Veshi, sepse Zoti fillon kështu, stërvitja shkon pak nga pak, nuk është se menjëherë të thot paralitiku, prit, fillimisht duhet të kem besim për dhimbjen e fytit, pastaj për dhimbjen e veshit. Jo, por dal nga dal besimi yt rritet, përveç se nëse je i mbushur me dhuratën e besimit. Dhe atëherë a i tregon për këtë person që e dinte se a i kishte lutur për disa njerëz dhe ata ishin shëruar, dhe ky njeri vjen tek ai, por ky njeri vjen tek ai me thellë kishte këmbët, pra ai duhej të ecte si me 4 këmbë, si një kafshë. Dhe i kishte këmbët përmbys, besoj se e dini, i njihni këta njerëz që lindin me këmbët përmbys dhe ai kishte dëgjuar gjithsesi, imagjinoni, kishte bërë shumë rrugë dhe kishte arritur atje dhe ai ishte në zyrën e tij, kështu që ky zotër i pyet, thot, më falni. Po kërkoj doktor Çon dhe ai e shikon dhe thot, dhe për çfarë? Dhe ai pipi thot, sepse doja një lutje dhe ai pranon që thot, ai nuk është këtu, sepse kishte frikë se nuk do të kishte besim për atë rast. A i sheh rastin dhe thot, sot jo, pikërisht sot nuk ka ardhur. Dhe ishte a i vek doktori Ço, sepse a i mendoj dhe tha, unë nuk kam besim për këtë rast, unë kam besim për raste pak më të thjeshta. Dhe atëherë thot që shkon atje dhe shpirti i shenjtë shqetëson duke i thënë gënjeshtar, dhe a i pastaj thot, në rregull, atëherë i drejtohet Zotit dhe thot, shiko dua të rrëfehem, sa po kam gënjur, jam unë doktor Ço, por ka një problem. Unë nuk kam besim për rastin tuaj, dua të jemi sinqert që të mos humbni kohë ju dhe të mos humbas kohë unë, kam besim, Zoti më ka përdorur, por për rastin tuaj kam pak frikë, ishte shumë i sinqert dhe Zoti i tha, jo, por ju lutem, lutuni gjithsesi, nuk. Ka rëndësi, edhe një lutje e thjesht, kam ardhur me keqformimin tim nga kilometra larg. Dhe a i thot, mirë atëherë një qas, atëherë thot një qas, shko në zyrën e ti, thot shpëtom, pse pikërisht mua ma ke dërguar këtë rast, unë nuk kam besim. Gjithsesi thot që kthehet dhe thot lutet. Nuk ndodh asgjë, lutet përsëri. Dhe nuk ndjen se ka besim, do me thënë kishte besimin e ti natyral, e di që ti mund të bësh, por ky rast është shumë i rëndë për mua, për besimin tim dhe thot një qast, pse ma ke dhuruar besimin tim? Gjithsesi, a i tha se e bëri këtë gjë 3 herë dhe pastaj u kthye te djali dhe tha që u mahnita nga dhurata e besimit, një besim binatyror, mos më pyet si, por a i tha që po, u ktheva pak në vete me këtë djalin që po bërtiste, sepse po hidhesha në gjunjët të tij. A i tha se ky po bërtiste dhe a i ishte aty. Çfarë bëri a i kështu? Dhe këtë tha a i. Dhe a i hap sytë dhe thot, o Zot, po e vras edhe këtë. Dhe kur bën kështu, përkulet si kur të thot, Zot, çfarë më ndodhi? Dhe ky njeri, a i hap sytë dhe po ecën në mënyrë të përsosur. Sepse kjo dhuratë e besimit të jep aftësinë të bësh gjëra që kur nuk do t'i bëje. Ka një njeri në historinë e kishës që kishte këtë dhuratë, quhej Smith i Glesort, a i ka ringjallur 7 persona. Nuk ka askën tjetër në historinë e shekullit të 20 që ka ringjallur 7 persona.
Mendoni që gruaja e tij besoi se quhej Polli, në një moment vdiq, ai eri ngjalli, vdiq përsëri, ai eri ngjalli, vdiq dhe Zoti i tha lëre të shkoj, në rregull. Tashmë ai e kishte kuptuar se si funksiononte besimi. Dhe shumë njerëz janë frymëzuar nga besimi i këtij njeriu shumë të thjeshtë dhe duket se ndonjëherë, kur disa persona vinin të sëmur, ai shitet edhe demon, shpirtla sëmundje dhe nëse lexon librat e tij, disa prej tyre janë në librari. Janë fantastik, quhen diçka si njeriu i zjarrit e të tjera si këto. Disa herë ai ka rrahur njerëzit dhe dikush thotë, çfarë po bën ai? Dhe ai thotë, jo, është demoni që pash. Disa me kalimin e kohës kanë dashur ta kopjojnë atë. Mund ta imagjinoni që nëse kopjon vetëm pjesën e shuplakës, nuk ka shërim, sepse nëse unë jam i paralizuar dhe ti më jep një shuplak dhe unë filloj të ec dhe them, shiko, më jep edhe këtu se ndoshta rregulloj edhe diçka tjetër. Por mund ta imagjinosh që nëse I jep një shuplak dikujt, ai është edhe I sëmur, e kupton që sot nuk e di, shkon direkt në karrigen elektrike, shkon përtej burgut, disa që donin ta bënin këtë. Pse po ju them këtë? Sepse këtë mëngjes kam mësuar që Pali thot, unë nuk dua që ju të mbeteni ignorant në lidhje me dhuntit, por ai po fliste me kishën e Korintit me të njëjtën ku thot, ju jeni plot me çdo dhunti. Pra, ai nuk donte t'i mësonte kishës së Korintit që ekzistonin dhuntit e shpirtit të shenjtë, por donte t'i mësonte të mos I përdornin me tepri dhe pa ekuilibër dhuntit e shpirtit të shenjtë, duke mos shtuar asgjë të tepërt. Pra, është shumë e rëndësishme, nuk është sepse ai thot, por Jezusi pështyu për tokë dhe hodhi, tani unë do të pështyj për tokë dhe para se të më shoh dikush tjetër do të pështyj mbi të. Nuk funksionon. A e dinit se në Milano, vite më parë, gjetën një burr me Biblën brenda kafazit të një luani? A ju kujtohet ky lajm? Dikush e lexoi dhe tha, ky, shiko, besimtar me luan. Daniel, çfarë bëri ai? Sukses për Danielen? Hyri në kafaz. Askush nuk I tha që Danielen nuk donte të hynte. E hodhën atje dhe kjo bëri një mrekulli me të. Jo, ky e donte drejt për drejt mrekullin, sepse disa njerëz ndonjëherë janë pak të paqëndrueshëm. Prandaj Zoti na dhënë hir dhe mençuri, por këtë ne duhet të mësojmë në rregull. Pra, dhuntia e besimit është një investim mbinatyrore në një moment të veçantë nga qielli, ku Zoti të vesh me një besim mbinatyrore për të realizuar diçka. Diçka përmes jetës tënde. Amin. Nuk është vetëm për të besuar te mrekullit apo te ringjallja. Thuhet se është një dhunti pasive. Çfarë do të thotë pasive? Që nuk duhet të jesh aty duke deklaruar. Kjo është një besim natyral që dua të arris, është një siguri mbinatyrore që ti nuk ke nevojë të kesh asgjë për ta pasur. E ke. Amin. Ndërsa besimi që vjen prej ti është një besim që rritet dita ditës, ndërsa unë lutem për njerëzit, ndërsa jetoj për voja, unë rritem gjithnjëherë më shumë në besimin tim. Por ata që në vend të kësaj janë të pahisur me dhuratën e besimit, nuk bëjnë asgjë për ta ndihmuar këtë besim të rritet. Amin. Të gjithë po kërkojnë dhuratën e besimit tani, pastaj arrim ndaj dhuratave të shërimit. Nëse shkoni atje dhe lexoni vargun që lexojmë atje te 1 Korintasve 12, nuk thot dhuratë shërimi, por e shërimeve në shumës. Pse? Sepse Zoti shpesh përdor njerëz për të shëruar në fusha të caktuara. Pra, disa njerëz Zoti I përdor shumë, nuk e di, për dhimbje koke. Unë u bëra e njohur kur isha adoleshente për shërimet, isha një eksperte, edhe sot ka shumë besim për këtë. Kushto që kishte dhimbje koke ishte imi, në fakt më nxorën jashtë nga shkolla e murgeshave sepse lutesha për të gjithë. E di që është një rast I rrallë, murgesha pa besim, por
Zoti më përdorte për dhimbje koke, edhe sot kur dikush thot prej vitesh që e kam, unë dua të lutem sepse e di që Zoti më përdor aty, por kur nuk kam lutur për. Po, por nuk është dhurata ime më e fortë. Unë lëviz më shumë në profetike, më shumë në dhuratat e zbulimit. Nuk është se të gjithë i kanë të gjitha, por ndonjëherë mund të jesh i mbushur në momente të veçanta me të nënë dhuratat në mënyra të ndryshme. Por ajo që të ndjek, pra që ka një vazhdimsi, ndoshta ajo është më shumë dhurata jote. Pra, shërime, sepse ndonjëherë Zoti përdor disa njerëz, siç thash edhe këtë mëngjes, mund ta them si ortopedi i Jezusit, është gjithmonë kështu, të them këtu, është gjithmonë kocka. Jo, në fakt që është dhe them do të jetë ortopedi i Jezusit. Njerëz të tjerë që thonë Zoti më përdor shumë. Nuk e di, me probleme me veshkat, ose disa njerëz, si që kam parë tashmë pastori që do të vi të na vizitoj. Shumë njerëz janë ngritur nga karregjia me rrota, do të thotë që ka një specifik në rregull, dhe pastaj ne kemi dhuntin në mrekullive. Kush mund të më jap një shembull të dhuntisë së mrekullive? Hajde, se të gjithë keni bërë shkollën biblike. Në rregull, dhurata e mrekullive është krijuese, sepse dikush thot, por ai person ishte i sëmur dhe u shërua. Mrekulli. Vore. Nëse ajo nuk ka pasur mitër dhe mitra ka lindur, është një mrekulli. Nëse në vend të kësaj ajo kishte një mitër të sëmur që ishte shëruar, duke u shëruar. Mrekullia është gjithmonë krijuese, shumimi i pëlurave dhe i peshqve. Ku ishin ato rroba dhe pesh. Në mbretërinë e qiejve, vi ku erdhën ata. Ata ishin në mbretërinë e qiejve dhe nga mbretëria e qiejve zbritën në to. Krijuese, pra gjithçka që shohim, shumëzim, një gjymtyr në rritje. U luta për një person që nuk mundi të kishte fëmijë për shumë vite, sepse nuk kishte mitër dhe pastaj pati një fëmijë dhe pati një mitër. Pra, ai krijon kur krijon. Jo, nuk kisha tendin, e dëgjova nga një mik i imi, nuk kisha tendin, për kundrazi, asgjë, a i tendin aty që a i operoj u rrit për sëri, eti. Por është krijues është një mrekulli, në rregull. Pra, kur themi mrekulli, çfarë nën kuptojmë? Se kemi nevojë që Zoti të krijojë diçka që nuk është aty, ose që ka qenë aty, ose që nuk ka qenë kurrë, sepse vjen nga zemra e Perëndis dhe mbretëria e Perëndis. Amin. Dhe për të qenë në gjendje të ringjallësh dik në veprim, pse thash se nevojiteshin 3 dhurata? Besimi mbi natyror është gjithashtu vetëm të shkosh tek të vdekurit, sepse përndryshe as nuk do të shkoja, apo jo. Ashtu si unë edhe ajo që thot ai, pse më dërgove këtë? Në atë moment ai nuk e kishte. Pastaj duhet të shërosh diçka që është e sëmur ose të rikrijosh diçka që nuk është aty. Dhe kështu të 3 dhuratat e fuqisë janë në veprim. Për të sjellë përsëri në jetë një person që nuk ka më jetë. Mund të ndodh, unë kam pasur rastin tim të vogël, shumë të madh, rasti i vogël, ai ishte i madh, por mund të ndodh, sigurisht që mund të ndodh. Ka dëshmi, ka edhe një shumë të famshme në një fushat të bankën. Nëse doni mund ta shikoni pikërisht në YouTube. Është një histori për këtë burr që bën një aksident me makinë dhe ai tregon se si ndodhi, në kuptimin që ai vdiq, por nuk e dinte që kishte vdekur dhe mund ta shihni pse ky video u bë kaq i njohur. Pra është aty, i jep shpirt, është gjithmonë aty. Ai tregon që në ambulancë sheh një tip që i thotë se ke vdekur. Ai i përgjigjet, çfarë thua, po flas me ty, si mund të jemi vdekur? Jo, këtu je i vdekur. Si pas meje është shumë e bukur. Si kam vdekur unë, po ne po bisedojmë.
Dhe ja tregon, ky këtull është trupi yt i vdekur. Shiko që ai që ka vdekur je ti. Dhe ai tregon gjithsesi që ka bërë këtë lloj vizite në parajs, tregon pak si është ngjyrat dhe të gjitha gjërat që ka parë, por ndërkohë, ndërsa ai ishte atje në Afrikë, i kishin dhënë formol për të ruajtur trupin, e dini që sidomos në vendet më të varfra edhe sot, përdorin atë që përdor për flutura. Kush ka mbledhur ndonjëherë flutura ose kafshë të thara? Unë. Me gjitha të formula. Edhe nëse kafsha është gjallë, ja vendos ilaçin dhe ajo qëndron aty. I kishin bërë shumë injeksione me formolos sepse, në fakt, ai tashmë kishte një certifikat të kufomës. Nuk mbaj mend nëse kishte qenë i vdekur për 3 apo 5 ditë, ndoshta 5. Ndoshta ka dikush që e mban mend më mirë se unë. 3. Bariu Delia më thot 3, faleminderit, sepse ka kaluar shumë kohë që kur e kam parë këtë. Gjithsesi, ai ka 3 ditë që ka vdekur, gruaja e tij, e dini çfarë thot ajo në letrën drejtuar qifutes? Disa gra kanë pasur vdekjen e tyre sikur me anë të ringjalljes dhe me anë të besimit. Gruaja e di që ka një fushat të këtij predikuesi shumë të njohur, sot jeton atje me Jezusin e palundur, që kalon të andej. Shiko besimin e kësaj gruaje sovranaturale. Ajo shkon në morg për të marrë trupin e burrit. E imagjinoj që i thonë, nuk e shej që ka vdekur? Jo, ai do të ringjallet. Besim sovranatural ka nisur tashmë. Besimi nuk është shpresoj të ndodhë, por është i sigurt që do të ndodhë. E them këtë sepse vetëm për të shkuar në morg dhe për të thënë ma jep burrin tim, ose është Zoti, ose je i çmendur, sepse ka edhe të çmendur. Ajo shkon, merr trupin e burrit me një mik dhe e çon në konferencë. Ai donte ta sillte këtë në konferencë para të gjithëve dhe ata thanë jo, shkurt nuk është kështu. Le ta bëjmë këtë, nëse ajo ka besim, ta mbajmë në -1, sepse a mund ta imagjinoni se çfarë mbajnë një i vdekur. Për çfarë? Gruaja tha se ai do të ringjallet. Jo, pak e vështirë, madje edhe për besimtarët. Ajo e çon atje poshtë në katin e poshtëm dhe më tregon. Më tregon që tashmë ishin kafshët që po hanin trupin e tij, do me thënë tashmë ishin krimbat që po e hanin, pra një i vdekur.